Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse në ëndër shikoni një person që ka ndërruar jetë, ja çfarë kuptimi ka ëndra juaj. Ëndrat e çuditshme mund të jenë argëtuese, konfuze ose edhe të frikshme. Ato shpesh kanë një kuptim më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Edhe pse ndonjëherë duken të palidhura me realitetin, ato mund të jenë pasqyrë ndjenjave, mendimeve dhe përvojave tuaja të përditshme. Por cilat janë kuptimet të ëndrave dhe si t'i zbulojmë ato? Sipas Brajcaj do të rendisim disa nga ëndrat të cilat ju i shikoni më shpesh dhe kuptimi që fshihet prej tyre. Fluturimi në ëndër. Fluturimi shpesh lidhet me një ndjenjë të lirisë dhe pavarësisë. Nëse ëndërroni që po fluturoni lart pa pengesa, kjo mund të tregojë se ndihesh i lirë ose ke ka përcyer një sfidë të madhe. Nga ana tjetër, nëse fluturimi është i vështirë ose ndihesh i pasigurt, mund të simbolizojë frikën nga dëshmitë ose mungesa e kontrollit mbi diçka në jetën tuaj. Humbja e dhëmbit në ëndër. Një nga ëndrat më të zakonshme dhe më të çuditshme është rënja e dhëmbëve. Kjo shpesh interpretohet si një shenjë ankthi, pasigurie ose frike me ndryshime të mëdha. Në disa kultura, kjo ëndër lidhet edhe me frikën nga plakja ose humbja e diçkaje të rëndësishme. Rrobat e zhdukura në publik. Të ëndërrosh që i e pa rroba në publik është një skenar i zakonshëm që shpesh simbolizon ndjesinë e cënueshmërisë ose të turpit. Kjo mund të tregojë se ndihesh i ekspozuar në një situatë të re ose që ke frikë nga gjykimi të tjerëve. Të ndjekët dikush në ëndër. Nëse në ëndër ndihesh sikur po ju ndjekin, kjo mund të tregojë se ka diçka në jetën tuaj nga e cila po përpiqeni ta shmangni. Kjo mund të jetë një detyrë, një përgjegjësi ose një ndjesi e shtypur si faji ose frika. Rënja nga lartësia. Ëndrat ku ndihesh sikur po bie mund të kenë kuptim të ndryshëm, por më shpesh lidhen me ndjenjën e pasigurisë ose humbjes së kontrollit mbi një situatë të caktuar. Nëse zgjohesh menjëherë pas rënjes, kjo mund të jetë edhe një reagim fiziologjik i trupit, një ndjenjë që truri krijon ndërsa kalon midis fazave të gjumit. Gjetja e një dhome të fshehtë. Një ëndër që po zbulon një dhomë të re në shtëpinë tuaj. Kjo shpesh interpretohet si simbol i zbulimit të vetes. Kjo ëndër mund të tregojë se po zbulon aspekte të reja të vetes ose ke potencial ta shfrytëzosh që ende nuk e ke zbuluar plotësisht. Por si t'i kuptoni më mirë ëndrat? Nëse shpesh ka ëndra të çuditshme dhe dëshironi t'i kuptoni më mirë, mund të ndihmoni të mbani një ditar të ëndrave. Shkruajini detajet sapo të zgjoheni dhe përpiquni të gjeni ndonjë lidhje me ndodhitët tuaja të përditshme. Mistikët pretendojnë se bota e ëndrave tuaja mund të përbëjë një lidhje me botët e tjera, të paarritshme për ndërgjegjen tonë kur jemi zgjuar. Kështu që nuk është një rast fakti se që nga kohët e lashta është besuar se ëndrat e disa njerëzve të personave që kanë humbur jetë janë një shenjë rëndësishme të cilat nuk duhet të injorohen. Personat që kanë humbur jetë vinë në ëndrat tona me një mesazh, këshill ose edhe vërejtje që duhet të kuptohet më mirë për të shmangur gjithashtu edhe problemet të panevojshme të cilat mund të vinë edhe me gabime. Zakonisht supozohet se ëndra me një person që ka humbur jetë është një shenjë e lajmeve të papritura ose ndryshimeve të jetës. Disa libra mbi këtë çështje interpretojnë ëndrrën e njerëzve të personave që kanë humbur jetë si shenjë ngjarjeve më të mira të familjeve, si një martesë, lindja e një fëmije ose diçka e ngjashme me lumturinë dhe begatinë. Ka libra të tjerë që pretendojnë se të shohësh në ëndër një person që ka humbur jetë para dasmës është një paralajmërim kundër këtij bashkimi të çiftit. Një ëndër e tillë paralajmëron një martesë të palumtur që nga fëmijëria e lindur dhe deri te problemet që mund të vinë gjithashtu edhe në shfaqjen e shqetësimeve tona të përditshme. Ëndrat që ne i shohim shpesh mund të kenë kuptime të ndryshme dhe gjithçka lidhet gjithashtu edhe me atë që kemi menduar përpara se të shkojmë për të fjetur. Ëndrat mund të jenë edhe interpretues kryesor të sinjaleve tona që kemi dhënë çdo ditë. Nëse nuk jeni edhe me personin e dashur, të dashurit që kanë ndruar jetë nuk na braktisin kurrë. Shumë njerëz flasin se si vizitojnë
të afërmit e tyre në ëndra, gjë që mund të jetë një shumë realiste ose edhe gjallë. Ëndra të tilla njihen si ëndrat e takimit. Babai dhe nëna ime humbën jetën më shumë se 10 vite më parë. Një vit diferencë, rreth 6 muaj pas çdo humbje, patën të paktën një ëndër shumë të gjallë dhe secili prej tyre ose edhe të dy. Dhe nuk ishte një ëndër e zakonshme, ndjenja ishte ndryshme, citon Dr. Patrick McNamara. Ëndra të tilla shpesh kanë tema të përbashkëta. I ndjeri shfaqet ashtu siç është në jetë, por disi më i ri dhe më i shëndetshëm. Përcjell një mesazh inkurajues për atë që ëndërron si: jam mirë dhe jam ende me ty. Mesazhet e të ndjerit mbërrinë në shumë telepatikisht ose mendërisht sesa të folurat me fjalë. Ëndrat janë shumë më normale dhe realiste se sa të çuditshme, por çfarë mund të jenë ëndrat klasike? Ëndrat janë intensive sikur i ndjeri të vinte vërtet për vizitë dhe ai që ëndërronte e kujtonte ëndrrën kur zgjohej. Ëndra ka një efekt të fortë te një person të cilat njerëzit nuk i kanë edhe të ndryshme. Pas një ëndre të tillë ka një realizëm të saj që është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, ose një periudhë pendimi ose edhe prapje e pikpamjeve shpirtërore. Për popuj tradicional, të cilët u japin peshë të barabartë ose edhe më të madhe ontologjike ëndrave në krahasim me jetën reale, ëndrat e takimeve ishin prova plotësisht bindëse se ekziston një botë shpirtërore edhe pas humbjes së jetës, shpjegon MC Namra. Ai shton se edhe në shoqërinë e sotme moderne, ëndra të tilla kanë ndikime të rëndësishme te personat që kanë humbur jetën. Shumë pranuan se ishin ëndrat e takimit me të ndjerin që i ndihmuan të kalonin me sukses procesin e zisë dhe të vazhdonin jetën e tyre. Ka një sër arsyesh pse i ndjeri shfaqet në ëndrat tuaja. Ata duan të kërkojnë falje ose të zgjidhnin një problem që kanë pasur gjatë jetës së tyre dhe i cili ka mbetur i pazgjidhur. Ato ofrojnë udhëzime për ata që kanë mbetur pas, mbrojtjen e tyre ose duan t'i paralajmërojnë për diçka. Ata duan të ngushëllojnë atë që vajton për ta dhe t'i thonë se gjithçka është në rregull dhe se ata janë në anën tjetër. Ata kanë një mesazh për çdo që ëndërron. Ata duan t'i tregojnë të dashurve të tyre se ka jetë edhe pas humbjes së jetës së tyre. Interpretimi i ëndrave mund të jetë i ndryshëm, por duhet të besoni atë që e keni ju më të favorshme. Ekzistojnë disa ëndra që gjithsecili prej ne i ka parë të paktën një herë në jetën tonë. Nëpërmjet ëndrave ne mund të përmirësojmë cilësinë e jetës. Në këtë video do të listojmë 5 ëndrat më të zakonshme dhe më të rëndësishme dhe rëndësinë e tyre psikoemocionale. Të shikoni në ëndër sikur po ju ndjekin. Një nga ëndrat tona më të zakonshme është se shohim sikur dikush po na ndjek. Ankthi që kemi në ato sekonda në ëndër tregon gjendjen tonë psikologjike në jetën tonë reale. Stresi, frika dhe nevoja për të shpëtuar nga diçka, dikush ose një situatë shqetësuese në jetën tonë të vërtet shprehet përmes ëndrave. Uji në ëndër është një nga ëndrat më të zakonshme që dikush e sheh. Nëse uji nuk na pëlqen në ëndër, është me errësirë i pisët i përmbytur në valë të rrezikshme ose në përgjithësi pa shpresë, ëndrat tona paralajmërojnë që menjëherë të organizojmë ndjenjat tona. Nëse uji është kristal i qartë dhe në përgjithësi valët e tingujt të kënaqin në ëndër, dëshmojnë për plotësimin e emocioneve. Nëse shikoni se po rrëzoheni në ëndër, ëndra më e zakonshme është rënja e pakontrollueshme, e papritur dhe ndonjëherë mjaft e frikshme. Nga lartësia këto ëndra tregojnë qartë humbjen e kontrollit në disa situata që përjetojmë gjithashtu edhe në jetën tonë reale. Ëndrat të tilla mund të fshejnë kuptime të ndryshme në bazë të atyre që ju besoni, dhe kjo video ka për qëllim që të informoj të mos zhvendësoj këshillat ose besimet tuaja, dhe nuk ka për qëllim që të ndryshoj atë që ju mendoni ose besoni, që lidhet vazhdimisht gjithashtu edhe me ëndrat ose me besimet tuaja që keni. Vëmendje, pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani këtë video me të gjithë njerëzit që duan të dinë kuptimin e ëndrave.